A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Allahun e plot fuqishëm. Paqja qoftë mbi të dërguarin ton fisnik Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin këtë udhë të bekuar. Na baft Allahu dhe neve prej tyre. Amin. Ejmain salihin siddiqin. Pesha dhe rëndësia e argjerimit. Po vjen një muaj i bekuar, një muaj i bereqetshëm, një muaj i rahmetit, magfiretit, faljes, udhëzimit, amnistisë. Muaj në të cilin ne marrim shumë mësime, muaj në të cilin pra ne ndryshojmë, sepse vetë ky muaj është muaj i ndryshimit për njeriu, që e përsos njeriu në karakter, e formson atë. Prandaj edhe ky muaj ka mesazhet e veta. Ka ajetet e sijamit, pra që quhen ajetet e agjerimit, që tregojnë mbi rëndësinë që ka ky muaj i bekuar. Që fillon me ja eyyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ila al-akhir al-aya. Pastaj vazhdojnë ajetet që tregojnë mbi rëndësinë e këtij muaji që ka zbritur Kur'ani. Mirë po, ne e kemi thënë dhe diskutuar në ligjërimet tona të ndryshme dhe të vazhdueshme se qëllimi i agjerimit është devotshmëria. Pra mbushja sa më shumë shpirtërore e njeriut. Dhe ky njeri të plotësohet dhe të bëhet mu'min, të bëhet besimtar.